është zërin për Facebook-un. Atëherë mirëdita nderuar kolegë, fillojmë mbledhjen e grupit parlamentar me rendite diskutime mbi çështje që janë përfshirë në rendin e ditës në seancën e nesërme. Fillimisht ja kaloj fjalën kryetarit të partisë profesor doktor Sali Berisha, dhe më pas vazhdojmë me agjendën e mbledhjes së grupit. Doktor. Të nderuar deputete dhe deputet, të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë mbledhje. Shqipëria përjeton një krizë politike të paprecedent. Por para se të ndalem në këtë analizë, do të informoj shqiptarët për shkallën e tmerrshme dhe kontrollin e tmerrshëm mbi mediat që Noriega apo Ramaduro i Tiranës ka vendosur në Shqipëri. Pas skandalit të tunelit Llogaras, lëshimit firmosjes së aktakuzës dhe marrjes të pandehur të numrit 1,5 apo pas Edi Rams, Lubi Ballukut, pas përplasjeve në pallatet e krimit, pallatet e pushtetit, sot Ramaduro del para mediave dhe nuk guxon asnjë gazetar, asnjë gazetare t'i bëj pyetjen më të vogël për Lubin, për tunelin e Llogaras, për vjedhjet e tmerrshme që u kanë bërë shqiptarëve. Për ta diferencuar dhe Ambrosias i ka hequr akreditimin apo vizën dhe nuk e lejojnë të hyjë si përfaqësues e televizionit armik në konferencat e shtypit të tij. Në të gjithë historinë e konferencave të shtypit këtij vendi në 32 vite, kjo është konferenca më e turpshme që të i kalon çdo lloj konferencë tjetër. Shikoni se çfarë kontrolli të tmerrshëm, se si ka arritur ai të detyroj pronarët e mediave, gazetarët, pronarët, drejtorët, që të paraqiten në konferencë shtypi pas një super skandalit të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë. Nuk ka aktakuzë më të rëndë sesa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat se sa kjo.
si mundet. Kur mediat e botës, kur shqiptarët në çdo votër diskutojnë ditë e natë për këtë problem, gazetarët në konferencë shtypi nuk guxojnë t'i bëjnë kryenarkosit të Shqipërisë një pyetje për një super skandal që përbën vjedhjen jo të 50. 50 janë në letër, në fakt janë 90 milion euro në tunelin e Llogaras. Në të cilin e qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, Edi Rama, Edi Rama. Sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur të vendoste Lubi Balluku. Jo. Ajo është vendim ekskluziv kur dhe miqtë e tij më të ngushtë e shkruajnë se geopolitikën e ka kryeministri, dhe e vërtet është ajo. Do themi, mos, nuk e ka ministri geopolitikën, jo. Geopolitikë e ka kryeministri. Pra, geokorrupsionin, do them. Pra, nuk ka diskutim që Lubia është masha e tij, është instrumenti i tij. Por do të mashtronin shqiptarët në qoftë se do njihnin për përgjegjësë të parë Lubin dhe jo Edi Ramën. Prokurori i çështjes ka treguar, e them këtu, kurajo për zbatimin e ligjit. Ka marrë kërcënime direkte nga Edi Rama me telefonin e Ulzimanjes. Kërcënime direkte. Dhe prokurori i çështjes është e vërtet që duhet formulonte absolutisht të njëjtën akuzë që ka formuluar në Lubis, por do ishim të pandershëm. Po të mendonim sa ata janë për i guri. Nuk janë për i guri, por ai punën e bëri. Ai punën e bëri. Ai tha se tuneli Llogaras është një vjedhje të mërshme. Siç e dini. Dhe ne kemi të gjithë dokumentat se kryehajdut në atë aferë është Edi Rama. Lubi Balluku ka 18-20 dosje në skap. Merri vetëm një, po ju rikujtoj këtu, se asaj nuk i mahen mend hajnit. E mori Unazën e Tiranës 13 kilometra e ndau në 14 tendra. Çmenduri korruptive. Por njëri në botë që mund ta bëjë këtë përveç një njeriu të papërmbajtur në vjedhje, nuk e bën atë. Se kuptohet që është vjedhje vetëm vjedhje. Por përsëri tuneli Llogaras është veças. Se tuneli Llogaras, Sultanesha Rahmetlie
ishte me sultanin atje. Dhe thanë, takum kartin, takum këto kompanit edhe bën skemen më të turpshme. Më të turpshme. Anullon tenderin 130 apo 120 milion, hapen përsëri dhe erën ata me 180 milion, ja u dhanë atyre 50 milion në shumë, dhe në kundërshtim me ligjin, morën po gjokën në kontraktor. Po ka vjedhje më të hapur se kjo kurrë. Po shikoni miq. Do të dini një gjë, që kjo skemë është përdor absolutisht, po thuaj në çdo tender të punëve publike në Shqipëri. Si është përdor? Kanë shku ofertuosit me ofertën kaq. Jo. Kjo ofertë nuk punon, nuk vlen. Do sjellish ofertën me kaq, 2 fishin. Dhe ti ke 30%, unë kam 70% të saj. Po në këtë rast u demaskua se kryesori ishte i huaj. Po kjo skemë është përdorur në të gjitha punët publike dhe kemi denoncuar kaq shumë herë. E kemi denoncuar kaq shumë herë këtë. Dhe ai pragu që themi ne 99%, 100%, ai në fakt është 180%, është 250%. Se e bën në këtë mënyrë. I thystin përpara, shko, para që këtë ofertë me kaq, ndarja do jetë kjo. Mirë kësa herë u kapen. U kapen me, nuk janë 50, janë 90 milion, se 80 milion, po s'kanë si. S'kanë si. Tani, e them këtu, prokurori, për mendimin tim, e ka bërë punën e tij. Nuk janë prej guri. Nuk mund të them. Sepse ky i kërcënon. Ky i zhduk. Ky i thotë ke personal me mua, e zhduku. E zhduku Ervis Martinin. Ta di targën, i tha. Hiku. Si din kush na me nishon ati. Edhe i tjeti se kujtë tha para disa mujsh. E ke personal. Dhe po tha personal, a i të nxjerë bandat dhe të vret. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe, nuk e di ka thënë këti, se këta janë dhe nuk i thonë gjëra që a i duhet ta denonzoj publikisht. I tha po jo ke personal këtë pa di, po e vërteta është që dera që qeli, prokurori, është derë që nëzori lakuriq të zi si që është rrafshin korruptiv Edi Rama. Ndaj dhe njerëzit e politikës që duhen të mbajnë të vërtetat, nuk mund të pranojnë kur lubin për të parë në këtë aferë. Jo, nuk është lubi e parë. Nuk është kokë turku, jo, është gjerë tek vesht për gjejse për aferën. Se këte i thot është palosh i gjatë, këte i firmos 50 milion shet. Kuptojnë vetë ju që janë këta më topë, këta një lumë. Pra, por ne nuk kemi ata që mund të pranojmë këtë. Ne jemi ata që do përballemi dham për dham me Edi Ramën. Do përballemi dham për dham me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve. Ju garantojnë ju se po të mos qenë ato protestat udhëhequra nga Belind Kliçi,
46 javë në çdo lloj moti, Erion Velia do ishte në zyrë sot. Do ishte në zyrë sot. Dhe ne jemi realistë, të gjithë e dinim se Erion Velia i nuk ishte Edi Rama, ama në ligësira, në qoftë se kishte vlla siamez me Edi Ramën dhe të papërsëritshëm, ishte Erion Veliaj. Kështu që ai mund dhe ajo djerës, ai guxim dhe ajo sakrificë, ka qenë në vlerësimin tim ndër më eficientet dhe më të rëndësishme që ka bërë Partia Demokratike. Ai përbënte një rrezik madhor për vendin. Me karakterin e tij. Në çdo aspekt. Me te, ne shpëtuam vendin nga gjysma e zezë e Edi Ramës. Gjysma tjetër është me zezë, po nga njëra gjysmë e zezë e Edi Ramës. Po. Po kësaj herë ne nuk bëjmë atë analizë përpara, jo. Kësaj herë kemi djallin për brysh, kësaj herë do kapim Edi Ramën. Jo, nuk e pranojmë ne, se e ka Lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtori kryesor. Fajtori kryesor është Edi Rama, pastaj vjen Lubia. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen e tanë e pitas gjersa Edi Rama të largohet nga ajo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit përballen me te, nuk kanë asnjë kredibilitet, asnjë të drejtë morale të shkojnë tek zgjedhësit. Jo. Pra, kjo është afera ku mbreti ka dalë lakuriq. S'mund pranojmë në sultaneshën për mbretin. Jo. Ne ati do i përvishëm. Ai ka bërë atë. Sikundër ai ka bërë, thuja, aeroport e Vlorës. Një lloj. Kjo thjesht një shtithush, se s'do se është të përdor të fjalë që s'duhet thënë, po kjo duke zbatuar porositë e tij, kot. Kurse aeroporti në Vlorës ky se aty vidhet majnë. Ku mund të bënte ministra aeroportin në atë mënyrë që të paguajnë shqiptarët 140 milion euro biletat munguara? Kur, mor? Po pse? Po se ka i mekanizëm thjesht. Po cili është mekanizëm? Po nuk e ndërtoj me këtë kapacitet. Fillimisht e ndërtoj për 100.000 pasagjerë. Shkojnë të 100.000 pasagjerë, e bëjt tek 300.000. Siç është bërë me aeroportin e Tiranës, që është shtuar 4 herë. Po këti i duhej, kishte gjithë skemin e Edi Rama të villte, dhe prandaj e nxori këtë si aeroporti më i madh i Ballkanit, aeroporti i Vlorës. Vjedhja më e madhe e Ballkanit. Kjo është. Edhe aty do kthehemi. Se këto që janë, këtu s'mund thot Edi Rama. Se më hanë dardhat dhe hanë kumlat. I hanë vetë dardhat, i hanë vetë kumlat, dhe bishtat i hedhë mrapa që çfarë u mbetet për të tjerët. Imagjinoni miq. Arben Ahmetaj me mandat arresti, sepse bashortja e tij, ish bashortja shtonte plakat paguara nga Miren Mërtiri, Azot ose nga kush nga ata amton. Dhe për atë
mandati arrestit. Në një kohë kur ai për hir vërtetës kishte kundërshtuar 4 herë ndërtimin e atij impjanti, incineratori. Tani, duhet jemi të ndershëm dhe të drejtë. Në qoftë se presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën. Tuneli Llogaras është vepër kriminale. Është krim. Dhe është kryer nga Edi Rama. Ndaj dhe tani ne demokratët në frymëzimin atyre protesta që hoqen nga froni njërin nga ligësitë më të mëdha karakteriale të këtij vendi, siç ishte Erion Veliaj, se ishte. Tu them domon, nuk mund të njerëzit nuk e din, po të hysh në bëma dhe gjëmat e tij janë të pabesueshme. Tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. Leonida me 300 përballoi 100.000. Asgjë s'mund t'i thyej njerëz të guximshëm që mbrojnë një çështje të drejtë. Dhe nuk ka çështje më të drejtë se kjo. Nuk ka çështje më të drejtë. Po pranojmë ne, Edis Berberi, ata janë të korruptuar pa diskutim, gjën palc, po janë në ushtarët e Edi Ramës. Ushtarët e Edi Ramës. Shkoj mirë e bukur në Qershoj, shkoj në një vizitë në Stamboll, mori sultaneshën me vete, aty firmosën, po bëjmë të bëjmë ato, dhe u kthyen për mbysën tendrin dhe anë tendrin. O do u dalim zot ne tani, qytetarëve, ose historia do na denoj. Nuk ka patur në historinë 32 vjeçare të shtetit akt flagrant si ky. Është djegësi, po është proces në vulkan, është në zgjedhje, kurse këtu nuk ka, janë 2 persona. Edi Rama, Lubi Balluku, a e dini që ka ndajt 4 orë në zyrë ata, në gjendje shoku, kolapsi, dhe ajo i thot, s'ja fare dorëheqje, thot. Se kam zbatuar vetëm porosit tua. Edhe ati i ka thënë, mos më shif për grua. Vesh rrobat e burrit, se ajo në fakt e kuptoni vetë sot ka 50 vjetorin e ekzekutimit gjyshit vetë, i cili ishte një serial killer. Po të lexoni për Beqir Ballukun, serial killer ka qenë. Po. Absolutisht. Edhe ka vra intelektual Tiranas para 17 nëntorit e mrapa e këto, a ishte një serial killer. Por ato e çështje të tyre. Ne nga do që ta mendosh, sa do që ta mendosh, nga do që ti japish, në rast se don që ti jesh i drejtë, në rast se don të thuash të vërtetën, afera e tunelit Llogaras është afere e Edi Ramës para zgjithash. Ndaj dhe demokratët, atë që i bën Erion Velis, atë fat do i rezervojnë Edi Ramës. Nuk ka si kod moral, asë një gjë tjetër. O ai largohet, ose është fundi opozitës.
T'jemi të sinqert. Unë kam shumë besim. Tek guximi, kam besim tek trimëria, tek vendosmëria e demokratëve, e opozitarëve, e qytetarëve. Tani e kanë lakuriq. Narkosin. Tani s'ka ma iluzione. Zjerë thot, ja ty pare s'ka pare, por ai që thot pare s'ka marrë, ai gënjen. Por ama ka ndërshmëri dhe thot që e ka bërë amate. E shkruan disa herë, po mos e shkruaj, pse ai do na sjarojnë, jo, ne kemi qartë vetë. Të dashur deputetë dhe deputetë. Sot, apo dje më mirë, u publikua raporti i Komisionit Evropian. Unë duhet përshëndes të gjithë ata zyrtarë për përgjegjësinë që kanë treguar në shkrimin e atij raporti. Në fakt, raporti ka të gjitha tezat tona, përveç njërës, për cilën do punojmë shumë që ta realizojmë, mbi gjendjen në Shqipëri. Raporti Komisionit Evropian për Shqipërinë thot se problemi madhor i Shqipërisë është mënyra se si qeveria i përdor institucionet për përfitime politike dhe ekonomike. Ky raport është një akt akuzë ndaj qeverisë aktuale ku theksohet se zgjedhjet janë të deformuara. Ndonë se Komisioni Evropian nuk është një institucion i specializuar për zgjedhjet, por ai merr të mirëfillt atë çka institucionet e besimit mirë të bona fide shkruajnë dhe thotë se zgjedhjet ishin të deformuara. Thotë se korrupsioni lulëzon. Thotë se kontrolli parlamentar mbi qeverisjen ka degraduar. Thotë se sistemi gjyqësor është në kolaps. Thotë se krimi organizuar është tetë i fuqishëm. Thotë se media është tmerrsisht e kontrolluar, apo e kontrolluar dhe e sulmuar. Thotë se administrata është e politizuar dhe fondet publike keq menaxhohen. I kanë bërë një radiografi të pa mëshirë narkoregjimit të Edi Ramës. Unë e di, se në njeri mund më thotë, po ja thotë, ambasadori foli për shkëlqim, tjerë në komision thanë njëjtën gjë. Unë ju garantoj ju të dashur deputet dhe të nderuar qytetarë se nas një rjesht, nas një fjalë. Nuk përdoret fjala shkëlqim, nuk përdoret fjala jashtëzakonshëm, nuk përdoret fjala outstanding. Asnjë nga këta cilësor nuk ekziston në raportin e Komisionit Evropian, që të gjitha janë shpikje pasionante të individëve të caktuar që kërkojnë të dizinformojnë ju, të fshehin të vërtetat që përmend raporti. Ky është raporti. Nuk thot kund se progresi i shkëlqyer. Nastirjesht. Nuk thot nastirjesht outstanding. Extraordinary, jashtëzakonshëm. Jo. Këto mungojnë krejtësisht raport, prandaj mos dëgjoni. Se këto deklarata i shëmbëllejnë deklaratave Donald Tusk që thoshte në kulmin e kanabizimit të vendit, përgëzoi policinë për suksesin e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës.
Të dalësh e të thuash shqiptarëve atë që nuk thot raporti, nuk është kjo ajo që presin shqiptarët. Raporti thot se demokracia nis me zgjedhjet, siç është e vërteta. Zgjedhjet janë të manipuluara dhe jo të lira. Komisioni thekson, po citoj si më poshtë, mungesë të fushës lojës të barabartë. Pra, si Shën Thomaj, e ka vu gishtin aty ku prova është absolute. Tek barazia e lojës. Thot se u keqpërdoren burimet publike. Pra, thot se shteti dhe partia u sollën një me këtë deklarat. Me në kuptim, falni. Dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit dhe Komisionit Venecias. Pra, nuk ka shkëlqim. Qytetarë dhe qytetare ju ftoj të lexoni raportin. Ky raport ka denoncuar degradimin e kontrollit parlamentar mbi qeverisjen. Raporti nënvizon, po citoj, parlamenti ka mbikëqyrje të kufizuar ndaj ekzekutivit. Kjo është e vërteta. Polarizimi politik dhe mungesë dialogu, polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. E ka gjujtur me top. Nuk ka shtet ligjor pa vendim pas zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku janë? Edi Rama dje mburrej. Pasi nxori djallin nga dera, ju kthye nga dritarja, kërkonte të na binte se përshtetste vendimin e gjykatës kushtetuese. Po nëse ti përshtet vendimin e gjykatës kushtetuese, o hipokrit. Po për hiret e Olga thuja Xhashkës, Olta Xhashkës e bën të paqen gjykatën. Apo ke aksione në pronat që ka grabitur i shoqës së saj. Bashkë me Olsin. Ja pra, ngrihet thot se dje thot tregoj gjykata pavarësinë. Po gjykata ka treguar pavarësinë edhe në rastin e Olta Xhashkës. Po prandaj është shkruar këtu raport që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe ky është akt tmerrsisht i rëndë. Çfarë ka këtu për shkëlqim, ty pyesim ata që na thonë shkëlqim? Se shkëlqim ky është ndryshk. Prandaj qytetar shqiptar, lexoni raportin, mos u besoni deklaratave me origjinë obtuze. Polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Vendimet e gjykatës e lezo po. Administrata është e politizuar dhe e paqëndrueshme. Imagjinoni, Komisioni thekson shkarkime dhe dorëheqje masive në pushtetin vendor. Denonson pra ndërhyrjet brutale të Edi Ramës në pushtetin vendor, në kundërshtim me çdo standard evropian, në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë dhe Kartën Evropiane të Autonomisë vendore. Çfarë shkëlqimi ka këtu? Zero. Mungesë transparencë në vendimmarrje. Kjo çfarë do thotë kjo? Vjedhje. Kjo do thotë vjedhje. Shkon auditi për të kontrolluar ministrin, nuk e lën Edi Rama.
kryeministrin. Jam i pa kontrollueshëm, po pse i pa kontrollueshëm? Se ke vjedh. Po si mundet kryeministri të bllokojë auditën, mërë zotëri? Po i pari që do ta pranojë, thot hajde mirë se erdhe, kontrollo. Po se kontrollon, se lejon dot. Se i dalin makinat 700 mishe, 500 mishe. Se i dalin verat 34.000 euro. Se i dalin luksi i shfrenuar si kur t'ishte në një sheik, miliardjer privat dhe një zyrtar shtetëror. Ja pra, ku është shkëlqimi këtu? A është kjo e denjë për një shtet që ecën drejt Bashkimit Evropian? Ja sa të vërteta janë për kufizimet tona se Shqipëria plotëson vetëm një kriter në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe ky kriter është kriteri gjeostrategjik dhe kjo është e vërteta? Të tjerat asnjë absolutisht. Koordinimi i dobët i ministrive. Çfarë do thotë kjo? I sundon krimi. Koordinimi i dobët i ministrive do thotë të revanshi është i krimit. Sistemi gjyqësor në kolaps. Ajo që ne kemi denoncuar me 10 herë. Si e shpreh? Stok të madh dosjesh, mungesë burime dhe procedurat komplikuara. Faktikisht, thelbi atyre që kemi thënë ne, por që do thotë se qytetarë shqiptar nuk kanë një proces të drejtë ligjor u është mohuar nga kjo drejtësi. Përqindja e çështjeve të përfunduara brenda afateve ligjore mbetet e ulët. Po jo vetëm mbetet e ulët, po këtu është edhe detyra jonë. Ne do të marrim çështje të përfunduara dhe t'i çojmë të gjitha në komision që janë të gjitha çështje të qeveritarëve. As 0,001% nuk janë qytetarëve. Model në Rejda apo në Rejda si qushe Lagami që merë jo me këthim, me njohje prone, por prona është e saj, do t'jem i drejtme, të sa ta janë disa pronar, nuk është edhe bajo, merë 3 milion euro me gjyqe brenda 2-3 vjetëve. Shko shifri një që proteston aty pas pakut ka 15 vjetë. është i burr aty proteston edhe sot pas pakut. Pra edhe këtë përqindje, ndaj dhe Departamenti i Drejtësisë duhet i marrë një nga një të gjitha çështjet e përfunduara për të informuar shqiptarët dhe botën se ato në masën më të lartë u përkasin vetëm qeveritarëve. Nuk kanë shanse qytetarët të përfundojnë një çështje. Por i falëroj që e kanë ngritë si çështje shumë të rëndësishme. Thot, rritje retorikës pa favorshme nga gjyqësorit. Po, kanë shumë të drejtë. Kanë shumë të drejtë. U vra gjykatësi. U vra gjykatësi. Dhe kur gjykatësi u vra, në vend të dënimit nga disa që ishte gëzimi dhe shpërthimi për mbështetjes nga të tjerë. Kjo është e vërteta. Për shkak të situatës që është krijuar, por sidoqoftë një nga ata që sulmon gjyqësorin në mënyrë të vazhdueshme është Edi Rama dhe e bën për interesat veta, jo për interesat qytetarëve. Shqetësime për metodologjinë dhe ndikimin e komisionit posaçëm parlamentar. Ja, nuk krijojnë komisionet parlamentare. Pra, siç e shifni, nuk ka çështje të cila nuk është shtamposur në komision për një qeveri që s'ka asgjë të përbashkët me kriteret, me standardet europiane. Korrupsioni është endemik i pandëshkuar. Raporti thekson, si më poshtë, korrupsioni në nivelit të lartë mbetet sfidë. Sfidë, nuk është zgjidhje. Korrupsioni i përditshëm vazhdon të prek qytetarët, të vuajnë. Shumë e vërtetë. Institucionet tjera jashtë spakut nuk japin rezultatet mjaftueshme.
në fakt edhe SPAK-u sjep rezultatet mjaftueshme, është i politizuar, por ne jemi në dialog të vazhdueshëm me institucionet europiane për të faktuar këtë qëndrim tonin. Krimi i organizuar nuk është goditur. Me gjithë ekzistencën e SPAK-ut, raporti konstaton, citoj si më poshtë, grupet kriminale mbeten ekonomisht fuqishëm, sepse Dumani ka azjesue ligjin antimafje, sepse Edi Rama nuk lejon zbatimin e tij, sepse Edi Rama e ka shtruar Shqipërinë në arenën kryesore të investimeve kriminale të miljardave të karteleve. Hetimet financiare janë të pamjaftueshme. Trafiku i drogës, pastrimi i parave, krimi kibernetik kërkojnë kapacitete më të forta, gjuhë diplomatike, kuptoni vetë ju. Të drejtat e njeriut janë në krizë. Komisioni raporton, citon si më poshtë. 70% e fëmijëve janë në rrezik varfërie. Një shoqëri pra, jo që si përparson fëmijët, por i lën në bish në rrezik varfërie. Dhunë e lartë ndaj grave, sepse kryeministri është mizogeni më i madh në pushtet në të gjithë Europën. I njohur për aktet e tij mizogenike. I njohur botërisht. Ndaj dhe nuk mahet qëndrim. Kemi dalë jashtë çdo lloj tradite. Vrasje grash. Në vend se kjo të barazohet dënim për jetë, shkojnë në gjykata dhe gjejnë lehtësime. Shërbimet të pamjaftueshme për fëmijët dhe viktimat, shumë e vërtet. Shoqëria, një qeverisje e pandjeshme, diskriminim i vazhdueshëm i minoriteteve. Qëndrime histerike, sa herë që nuk e përshtatet për politike Edi Ramës, ka me bosh të fry demonëve të vjetër të armiqësive midis shqiptarëve dhe minoritarëve tjerë me radhë, në mënyrën më primitive. Kjo është e vërtet. Kujtoni ju se ç'bëri me Beleri. Kujtoni ju se si shkoi dhe e vrau në shpatet malit atë minoritarin. Po, e vrau për të treguar, po pse e vrave? As si qoj njëri që të dorzohej, as si qoj nënën e vetë që ta dorzote, që është një tradit, një zakon. Por, i tregoj snajperin, nuk tha, a i kishte, po s'ishte kur për t'u vra. Në malin e shpati gjaj, as një rrezik s'përbën taj. Leqi plagose i për para njerë, po shkoj dhe e gjuajti e vrau. Media është në presion politik dhe ekonomik, shkatroj 24 Newsin, ndërhyrje politike dhe ekonomike, presione, kërcënime dhe padi ndaj gazetarëve. Mungesë transparencë në pronësi në media, mjedisi dhe klima janë të degraduar. Komisioni thekson, po citoj më poshtë, zbatim shumë i ulët i standardeve të BE-s. S'ka standarde këtu. Shqipëria është në koshin më të madh të plerave në Evropë. Menaxhimi i dobët i mbetjeve dhe ujrave të zeza, s'ka menaxhim. Derdhen të gjitha, asnjë plazh nuk ka blu në Shqipëri. Vendimarrja që dëmton zonat, vendimarrjet i marrin boste drogës. I vënë syrin, këtë do e marrun, e marrin dhe spysin fare, le të jetë mbrojtur, është mbrojtur. Qeveritar, shkoni pak tek pika e ministrës, kjo pika e vogël tek gjiri manastirit. Si është batje, beton krejta, më tonë për jo. Prokurimet publike janë dhe PPP-t janë burim kryesor i abuzimeve. Ne e përshtasim. Ne po bëjmë një luftë të madhe për të faktuar shqiptarëve pikërisht këtë. Raporti analizon si më poshtë rreziqet larta për mungesë transparence,
marrëveshje me shtetet treta jashtë standardeve të BE-s. Hajde tani t'i gjejmë marrëveshjet ne. Do t'i marrim me radhë, ky ka firmos marrëveshje të fshehta. Po, por t'i dursit edhe tjera, po absolutisht. Progres i kufizuar në përputhje me rregullat e BE-s. Fare progres, shumë e vërtet. Kontrolli i financave publike është i cenueshëm. Raporti thekson si më poshtë. Zbatim të pamjaftueshëm të rekomandimeve të auditimit. Po këta vjedhin BE-n, mor zotëri. Këta vjedhin fondet e BE-s. Dhe jo vetëm kjo, Krisa, jo. Edhe Lubia është e përlyrë shumë në fondet e kursimit energjisë, e investimet që bën Bashkimi Evropian për praktikat e kursimit energjisë. Të tëra janë abuzim, dhe vjedhje. Dobësi në sistemin antimashtrim. Imagjinoni, Amant Josifi, nga territori Shqipërisë mashtron qindra mira investitor perëndimor, qytetar spanjoll, italian, francez. Dhe kreu i skapit thot nuk e hetojmë ne, se është i lidhur me Olsi Ramen dhe për asnjë arsye tjetër. Do mos përputhjen me direktivat e BE-s për mbrojtjen e fondeve. Këto janë disa çështje. Raporti ka sa herë ta lexosh aq më shumë. Nxjerr njeriu, bën një radiografi në të cilën jo që nuk shkelqen asgjë, por nxin shumë gjë. Kjo është e vërteta. Dhe unë duhet ta përshtes këtë raport dhe të garantoj Komisionin Evropian se adresimi i këtyre çështjeve do të jenë objektiv i betejës opozicës, pa kompromis dhe i pa ndërprerë. Tani kemi çështjen e fundit. Çështja e fundit është në mënyrën më demoniake, marrë dhe sjellin ligjin për barazin gjinore, që ne absolutisht jemi për barazin gjinore në mënyrën më të palkundur. Nuk kemi asnjë hezitim. Kur nuk mund të mendoj kjo parti që të mos jetë për barazin midis burrit dhe gruas, midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut. Dhe nuk ka betejë më fisnike, më transishme se beteja për këtë barazi. Po këta shpërbëjnë gjinin. Këta kanë marrë doktrinën post-marksiste të George Sorosit dhe luftojnë kundër gjinive. Woke culture donë t'i bonohet me ligj shqiptarve. Edi Rama je pat në komision arriti puna, Shalsi që është një sklav mjeran i vjedhjeve të tij. E njohur kjo, është shumë e njohur, ka qenë në bashkia. Dhe dihet se tash po i tregoj historira personale, t'ja numëroj me radhë, po. Agreson zëvendës ministrën e cila bie dakord me shumicën që nuk është dakord me atë përkufisim që kanë sjell. Ndaj dhe së dyti do t'u them do t'u informoj për një qëndrim të palkundur të partisë sonë. Ne ligje që kundërshtohen nga komunitetet fetare të Shqipërisë në absolute nuk votojnë. Jo.
nuk votojmë. Dhe në rast se ne mund të kemi ndonjë mendim pak më ndryshe, pak kështu, ne i respektojmë ato dhe ne ligje të cilat të kundërshtohen nga 3 komunitetet fetare, kryesore dhe komunitetet tjera, të gjitha, se si janë 3 tani, se ka ngel kjo traditës, se tani kemi dhe protestant dhe tjere, fatmirësisht do në kemi më shumë. Ne nuk i votojmë. Këte ta kenë të qartë. Pse? Sepse unë besoj shumë se morali njerëzor më shumë se në çdo gjë tjetër është i bazuar në parimet e librave të shenjtë. E ne aty u qëndrojmë, i respektojmë, ato e kanë thënë fjalën e tyre, e kanë kundërshtuar në mënyrën më të vendosur, këta janë mashtrues, i thrasin, i nigjojnë dhe pastaj ligësisht bëjnë të kundërt e atyre që u thonë përpara, por ta di çdo njeri, një herë e mirë, se ne ligje, ne kemi kaluar ligjin përpara. Po kanë qenë dakord ta lexoj kushdo ligjin. Kanë qenë të gjitha komunitetet dakord, sepse ne nuk merremi në mënyrë absolute me orientimin seksual të personave. Jo, ne respektojmë atë. Por ne nuk shkonfigurojmë gjidin. Kjo është. Kam qenë dhe në Vatikan në atë kohë, dhe kam qenë shumë dakord me atë ligjë që kemi kaluar, se nxorën këta. Po ligjë që ta kundërshtojnë 3 komunitetet fetare, ne nuk votojmë. Nuk votojmë, ne i respektojmë ata, ne u besojmë atyre. Janë domeni moral, është domeni kryesor i tyre, dhe shpirtëror, nuk mund të bëjmë ne eksperimente. Ndaj dhe do jemi të përgatitur, 1, të mbrojmë barazin gjinore të vërtetën, se ne s'jemi kur për diskriminimin e burrit, e nënës, e gruas nga burri, e nënës nga babaj, e motrës nga vllau. Ja, kur. Por, ne, disa vlera janë hyjnore dhe toksore dhe njerëzore, atyre u përmbahemi. Na edhe shqiptar do ndëgjojnë nëse ata do bëjnë çdo gjë që ta mbyllin me votim me kështu, ne do bëjmë gjithçka që të bëjmë një diskutim të strukturuar për këtë çështje, e cila nuk mund të bëhej kurrë pa referendum. Kjo minimumi donte një referendum. Dhe i garantoj shqiptarët se le ta votojnë sa të duan, por nesër në pushtet Partia Demokratike, atë ligj do ta abrogoj, jo barazin midis gjinive. Kur? Hipokrit të shkallës më të lartë, për të fshehur ato që kanë fut në ligj, i kanë vu titullin barazia. Ndaj dhe, pastaj janë 19 çështje tjera, se këta e kanë, në këtë mënyrë kanë formale atë parlamentin, po për ne kjo është një çështje parimi, çështje kryesore. Ju falenderoj shumë për... Faleminderit mediave, vazhdojmë mbledhjen me dyert të mbyllura.